Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis fileto pule me ananas. Atëherë për këtë recet kam 700 gram i kam fileto pule. E kam prerë, e kam coptuar në kubik të vegjël. Kam 400 gram ananas. Ananasin e kam të kutis, është komposto. Kam mbajtur edhe lëngun e ananasit, kam përdorur edhe ananasin të cilin e kam prerë në copa të vogla. Tham 400 gram e kam ananas. Kam krip, piper, kam grirë imë 2 thelpinj me hudhra, kam 1 qep të kuqe, 1 qep të bardhë, kam 200 ml lëng të ananasit që ishte në komposto, kam 4 lugë gjelle me soj, kam 1 lugë gjelle mjalt dhe 2 lugë gjelle i kam vaj susami. Përbërësit janë këto. Si fillim do përgatisim marinimin e filetos të pulës. Ky është lëngu i ananasit. Do shtojmë sojën, vaj, do shtojmë edhe mjaltin. Do shtojmë të gjithë përbërësit. Do t'i bëjmë një të përzirë të mirë, më tepër që të shkrihet mjalti, të përzihet me përbërësit e tjerë. Atëherë duke qenë që kemi shtuar soj, nuk do shtojmë, po themi shumë krip, por do ta provojmë më përpara marinimin ton. Në këtë moment po themi që neve kemi bën marinimin, mund ta provoni pak dhe ta shikoni, okej, mirë është me kaq krip. Kur ta skuqim, që do shtojmë edhe përbërësit e tjerë, atëherë mund t'i shtojmë përsëri edhe pak krip. Për momentin kaq krip e ka në rregull. Do ta përziejmë paksa në këtë mënyrë dhe do ta lëm fileton e pulës të marinohet për 1 orë. Mund ta mbani edhe në frigorifer nëse keni dëshirë, pa problem, po dhe në ambient, e qenë se tash është freskët, nuk është dhe ndonjë vap shumë e madhe, mund ta lini për 1 orë dhe në ambient. Ose nëse keni dëshirë, po themi, mund ta marinoni nga darka, ose marinoni në mëngjes dhe e përgatisni sipas mundësisë tuaj. Por 1 orë e kam më se të mjaftueshme. E mbuloj me membran dhe e lëm të marinohet për 1 orë. Fileton e pulës e kam lënë të marinohet për 1 orë. Do ta heqim nga marinimi. Nuk do ta derdhim marinimin, sepse do ta përdorim, do t'ja shtojmë brenda pasi ta kemi skuqur. Do ta pullojmë mirë nga lëngu i marinimit dhe do ta shtojmë në tigan për ta skuqur. Fileton e pulës e kemi hequr nga marinimi, e shtojmë në tigan e do ta fillojmë do ta skuqim. Nuk do t'i shtojmë as vaj as gjë, ka marinimin. Pasi e kemi lënë për pak pulën të skuqet, fileton e pulës do shtojmë hudhrën dhe qepët, qepën e bardhë dhe qepën e kuqe. Dhe do vazhdojmë skuqjen. Pasi e kam skuqur për pak pulën bashkë me qepën, kemi shtuar dhe hudhrën, nuk i shtova vaj fare, u skuq thjesht me lëngun e vet. Do shtojmë ananasin dhe marinimin që nuk e derdhëm. Do t'i bëjmë një të trazëruar. Do t'i shtoj gjysmë lugë çaj me krip. Nuk dua t'i shtoj më shumë, sepse tham edhe soja ka goxha krip. Edhe piperin. Një gjysmë lugë çaj shtojni me piper, jo më tepër.
Do t'i vëm kapakun dhe do t'a lëm që të zijej, derisa të shteroj marinimi, po themi, dhe është gati. Atë fileto e pulës me ananasin janë gati, gjithë marinimin që i kemi shtuar e ka pirë, e kemi gati. Pula me ananas ka përfunduar, është gati, unë e kam shoqëruar me oriz të zi, mund të hani me pilaf ose dhe kështu siç është. Provojni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.